Se tani duket të thrasin për spektakël, apo dëshmia e tij vërtet mund ndihmoj Berishën, sepse po e thret mbrojtja e Berishës dhe jo s'pak. Tani, zoti Rakipi, duke qenë se unë i kam ndjekur ato proceset aty, zoti Gjokutaj, në cilësinë e avokatit të zotit Berisha, pretendon që çështja të jetë, pra gjykata të marrë një vendim të drejtë dhe të pandikuar, do duhet të dëgjojë ndër të tjera edhe dëshminë e kryeministit të vendit zoti Edi Rama, për shkak se sipas tij ka bërë përmes 12 firmave, pretendon zoti Gjokutaj, ndryshimin e destinacionit të pronës ish klubi sportiv Partizani. Dhe gjykata arriti në konkluzionin që kjo kërkesë e mbrojtjes duhet marrë në konsiderat dhe zoti Rama të dëshmojë në proces përballë Sali Berishës, nëse do vi, sepse duhet të sqaroj edhe një gjë që nuk bëhet fjalë për nesër pas nesër. Ka një listë të gjatë prokuroria me dëshmitar, do jetë zoti Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar socialist që do dëshmojë javën tjetër, që është i pari nga dëshmitarët në radhë për shkak se është edhe kallëzues. Po Balla është kallëzuesi dhe kjo është normale. Po pra, më pas do vinë një sër dëshmitarësh të akuzës, do kalohet e aktet e ekspertimit, provat shkresore e tjera me radhë, dhe nga vjeshta mendohet që mund të vi radha për të pyetur zoti Rama në cilësinë e kryeministit, pra dëshmitarët e mbrojtjes. Dhe normalisht avokatët insistojnë me çdo kusht që zoti Rama të shpjegojë pse e bëri në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, pse bëri ndryshimin e destinacionit të kësaj prone. Ky është gjithë debati që do zhvillohet në rastin konkret. Ndërkohë që në fakt zoti Rama është i detyruar ligjërisht që të paraqitet në seancë. Mund të pyetet vetëm presidenti i Republikës në zyrë, por janë raste të përcaktuara nga ligji qartë, por si dëshmitar në proces duhet të paraqitet përpara gjykatës. Po nëse kërkon gjyqtarja, se nëse ai thot, hajde më pyes në zyrë gjyqtarës dhe gjyqtarja pranon ta pyesë në zyrë, gjithë pyetjet që kërkon mbrojtja, mund ndodh dhe kjo. Por ngelet në dorën e gjyqtarës, ta thras në sallë apo jo? Të vej thua Rama? Normalisht duhet shkojë ose? Do vej gjyqtarja atje tani. Normalisht, nëse e kërkon. Në rastin e Kosovës, Albin Kurti për shembull e kishin thirrur. Edhe thatë, hajdeni këtu. Asojti fare. Kjo pastaj është nëse zoti Rama beson të drejtësia që thotë e kam ndërtuar vetë, duhet shkojë atje, apo jo? Tani nuk thot me e kam ndërtuar vetë. Nuk thot, okej, dakor. Nëse ka ndruar mendje rrugës, është histori tjetër, por na ka thënë prej 14 vjetësh që se në fakt atë nuk atë e ka ndërtuar gringos. Dakor, pra, po vetë këtu kemi qenë dhe unë dhe ti dhe të gjithë dhe... Gjithë po, zoti Rama ka dalë me zë dhe me figurë qindra mira herë, duke thënë... Tani si po shkon çështja Partizani, sepse shohim që doktori del shpesh dhe thotë Irena Gjoka, Altin Dumani e me radhë përmend të gjithë tash ka bërë... Dëshmitari i parë Tauland Balla javën tjetër, seanca është me dyert hapura, e hapur për publikun, kështu që të shohim si do të jetë përballja, meqense është edhe kallëzues. Më pas është Isatare, ish drejtor i ekzekutiv mos gabojmë i klubit, ish klubi sportiv Partizani, do t'jetë biznesmeni Paro Laçi që po ashtu do dëshmoj, kështu që lista e dëshmitarëve të prokurorisë është e gjatë. Paro Laçi ç'lidhje ka? Sepse është një histori, po të fillojmë dhe ta nisim nga e para pasur lidhje me klubin Partizani. Partizani. Po ka qenë Partizani. Pra tani po doktori s'thot dje vetë. Fare, keni vënë re? Doktori nuk paraqitet në proces. Përmend vetëm këto emrat, Irena Gjoka, Altin Dumani. Ai do vinë proces vetëm për Tiranë, ndryshoi destinacionin pa kërkesën e pronarëve. Këtë deklaratë ka bërë. Ka deklaruar që në këtë ndryshimin e destinacionit nga fushë sportive në truall ndërtimi, Berisha ka thënë që ka bërë akt korruptiv dhe ndryshoi destinacionin pa kërkesën e pronarëve. Këtë deklarim ka bërë. Tani, Sali Berisha ka kërkuar të jetë Edi Rama në gjykin e tij dhe gjykata ka aprovuar këtë gjë dhe do të thirret në gjykat për dëshmuar në çështjen Partizani kundër të tjera që i akuzuar, domethënë se i akuzuar Sali Berisha. Pse po thirret? E kërkoi Saliu apo është thirrur gjykata ka thirrur Ramën? Pse po thirret Rama? Dhe kush e kërkoi? Prokuroria nuk e kërkoi, e kërkojnë avokatët e Berishës dhe gjykata pranoi kërkesën e avokatëve të Berishës që Edi Rama të jetë dëshmitar për palën e mbrojtjes, e ka kërkuar pala e mbrojtjes në proces. Për SPAK-un ka qenë i panevojshëm që të jetë si dëshmitar në proces. Për SPAK-un ka qenë i panevojshëm. Po, nuk e ka kërkuar SPAK. Akuza nuk e ka kërkuar si dëshmitar. Do ta kishte pyet gjatë hetimeve nëse do. As nuk është pyetur, ndërkohë që pala e mbrojtjes, pra pala e zotit Berisha e ka kërkuar, gjykata e ka pranuar kërkesën e tyre që Edi Rama të jetë dëshmitar. Tani kush më qartë nga gjithë ju më shpjegon mua ç'lidhje ka Edi Rama me çështjen Partizani. Kryeministin e thrasin për spektakël kryetar bashkie në momentin
që ato aplikonin për të marrë atë pronën atje, dhe ka dy, si thua, faktor. Faktori parë ka qenë qeveria me krye Sali Berishën, që ka bërë atë pjesën e parë, që është dalja e pronës nga plani i përhapjes, sepse ka qenë pronë ushtarake, nga plani i përhapjes. Pastaj ka ndihmuar dhe bërë këtë pjesën e marrjes pronës, si thua, kthim kompesimin e pronës e tjera, dhe hapit i tjetër pastaj i takonte bashkisë që të ndryshonte destinacionin e pronës, sepse ishte pronë sportive, truall sportiv. Në atë kohë e Drama ishte kryetari i bashkisë. Ai ishte kryetari i bashkisë dhe janë bërë, këto janë mbledhur KKRT-t që janë këto. Po, ndryshimi i pronës kërkoi nga qeveria apo bashkia e bënte vetë? Kërkoi nga personat e interesuar, nga personat që kishin pronën. Pronarët, po. Edhe pse tani po thuhet Berisha tha që nuk i kanë bërë fare kërkesë, ka bërë vetë tot. Madje thot përdore ka bërë në mënyrë korruptive, po se di se si mund bëhet në mënyrë korruptive kur të tjerët si janë të interesuar dhe se kanë kërkuar. Ta ketë dhënë Rama në mënyrë korruptive dhe pastaj ta ketë marrë Berisha në mënyrë... Jo, nuk ka logjik kur thua që s'ja kanë kërkuar pronarët, s'ja kanë kërkuar pronarët dhe ka korrupsion. Kur s'ja kanë kërkuar pronarët, ku është korrupsion? Nuk e kanë kërkuar pronarët. Fabula është që ajo zona atje që ishte klub sportiv, po zona më e gjerë, në planin e Bashkisë së Tiranës, është kaluar në zonë për ndërtim. Dhe plani rregullues i Bashkisë Tiranës, që këtë zonë e kthente në zonë ndërtimi, është miratuar nga KRTRSH-ja e Republikës, ku kryeministër ishte zoti Berisha. Kjo si procedurë ka ndodhur? Ka kaluar nga Bashkia fillimisht. Po, KRT-ja e Bashkisë ka vendosur që kjo zonë është zonë ndërtimi. Volën ky tjetri, po. Po, ky plan rregullues në atë kohë është miratuar nga KRTSH-ja e Republikës që kryesoi nga zoti Berisha. Tani, pyetja që kërkohet ndaj zoti Ramës është e dua në gjyq të bëjë një lloj ballafaqimi. Pastaj, nëse do paraqitet zoti Rama në gjyq apo jo, është në dorë të gjyqtares apo të trupit gjykues. Sepse kodi procedurës penale parashikon që për presidentin, për kryeministrin, për kryetarin e gjykatës lartë, të merret kur pyetet në zyrë. Ai kërkon vetë që të pyetet në zyrë nga gjykata, por në rast se gjykata e shet të nevojshme, e thret në proces nëse ka nevojë për ballafaqim me palën tjetër. Se tani duket të thrasin për spektakël apo dëshmia e tij vërtet mund ndihmoj Berishën, sepse po e thret mbrojtja e Berishës dhe jo s'pak. Tani, zoti Rakipi, duke qenë se unë i kam ndjekur ato proceset aty, zoti Gjokutaj, në cilësinë e avokatit të zotit Berisha, pretendon që çështja të jetë, pra gjykatat marrë një vendim të drejtë dhe të pandikuar, do duhet të dëgjojnë ndër të tjera, edhe dëshminë e kryeministit të vendit zoti Edi Rama, për shkak se sipas tij ka bërë përmes 12 firmave, pretendon zoti Gjokutaj, ndryshimin e destinacionit të pronës ish klubi sportiv Partizani. Dhe gjykata arriti në konkluzionin që kjo kërkesë e mbrojtjes duhet marrë në konsiderat dhe zoti Rama të dëshmojë në proces përballë Sali Berishës, nëse do vi, sepse duhet të sqaroj edhe një gjë që nuk bëhet fjalë për nesër pas nesër. Ka një listë të gjatë prokuroria me dëshmitar, do jetë zoti Taulant Balla, kreu i grupit parlamentar socialist që do dëshmojë javën tjetër, që është i pari nga dëshmitarët në radhë për shkak se është edhe kallëzues. Po Balla është kallëzuesi dhe kjo është normale. Po pra, më pas do vinë një sër dëshmitarësh të akuzës, do kalohet te aktet e ekspertimit, provat shkresore e tjera me radhë, dhe nga vjeshta mendohet që mund të vi radha për të pyetur zoti Rama në cilësinë e kryeministit, pra dëshmitarët e mbrojtjes. Dhe normalisht avokatët insistojnë me çdo kusht që zoti Rama të shpjegojë pse e bëri në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, pse bëri ndryshimin e destinacionit të kësaj prone. Ky është gjithë debati që do zhvillohet në rastin konkret. Ndërkohë që në fakt zoti Rama është i detyruar ligjërisht që të paraqitet në seancë. Mund të pyetet vetëm presidenti i Republikës në zyrë, por janë raste të përcaktuara nga ligji i qartë, por si dëshmitar në proces duhet të paraqitet përpara gjykatës. Po nëse kërkon gjyqtarja, se nëse ai thot, hajde më pyes në zyrë gjyqtares, dhe gjyqtarja pranon ta pyesë në zyrë, gjithë pyetjet që kërkon mbrojtja, mund ndodh dhe kjo. Por ngelet në dorën e gjyqtares, ta thras në sallë apo jo? Të vej thua Rama? Normalisht duhet shkojë ose? Do vej gjyqtarja atje tani. Normalisht, nëse në rastin e Kosovës, Albin Kurti për shembull e kishin thirrur. Edhe thatë, hajdeni këtu. Kjo pastaj është nëse zoti Rama beson të drejtësia që thotë kam ndërtuar vetë, duhet shkoj atje, apo jo?
Tani nuk thot me e kam ndërtuar vetë. Nuk thot, okej, dakor. Nëse ka ndruar mendje rrugës, është histori tjetër, por na ka thënë prej 14 vjetësh që Se në fakt atë nuk e ka ndërtuar, atë e ka ndërtuar Gringos.